Pyetja është, a do shkojë te bomba bërthamore? Uraniumi në natyrë është 0.1% kur ti e gërmon. Pra, dhe duhet ta marrësh nga 0.1% ta çosh në 3% ose në 5%. E ka të nevojshëm për procesin tjetër për reaktorin bërthamor. Po mbi 5% i vetmi përdorim kur ti shkon mbi 20%, 30% i vetmi përdorim është bomba bërthamore. Dhe duke qenë se nuk bëhet brenda ditës, po duhen vite, investime të është e qartë që ky është një proces, ai është duke shkuar drejt bombës bërthamore. Pyetja është kur ka për të arritur. Dhe problemi është që në 2018, kur ti ke humbur mundësinë për ta inspektuar, këto janë dhafe të 2018-s. Pra, ne dim që ai ka pasur 400 kg, 60% të pasuruar. Po ne nuk e dim se çka ka bërë në 2018 deri në 2025, në 7 vjet. Kështu që gjithë ky bisedimi jo e bën, jo se bën, ai po shkon drejt asaj, është më se evidente. Një uranium po prapo sepse ai do provën, pa ai do provën e qartë. Ai thotë për shembull, njëna provat për shembull që thonë ata është, a ka një dokument që ky ka dhënë okay, sepse thonë ekziston një fatva kundër bombës bërthamore. Domethënë, a ekziston një dokument për këtë program që ne do bëjmë bombën? Domethënë, pse do kërkosh, si thash, gjurmët kur ke ujkun përpara syve? Ti ke çuar 60% pasurim uraniumi, që nuk shërben për asnjë shërbim civil, përveç një bombe, dhe normalisht këtë e ke bërë prej shumë vitesh, tregon që ti je serioz në atë program. Dhe jo vetëm kaq, ti ke vazhduar në krahu tjetër me raketat balistike për të pasur mjetin për ta lançuar. Endre, mos ndoshta pasja një bombe bërthamore i bën shtetet më të përgjegjshme? Jo. Për shembull edhe Korea e Veriut e ka një bombë bërthamore. Po, Korea e Veriut ndryshon. Edhe Korea e Veriut. Pse ndryshon? Edhe Kina, edhe Rusia, edhe vendet perëndimore. Ndryshon sepse ka e para punës ata nisën nga real politika. Pra, real politika po themi e Putinit e bën atë që sot mos përdori bombë bërthamore në Ukrainë, pavarësisht se nuk përgjithësisht mirë fushata aty. E njëjta gjë edhe Kina që nuk kërcënon bombën me bombë bërthamore. Edhe Korea e Veriut e di limitet e veta, bën llogaritë e veta brenda një politike që ata e mendojnë çfarë mund të kapë mos. Problemi i Iranit është që është një regjim terrorist. Ne nuk e dim historinë, domethënë shqiptarët nuk e dinë historinë e Iranit. A e dini që Irani në luftën me Irakut krijoi trupat Basij? E di që janë trupat Basij? Trupat Basij ishin kalamaj 12 vjeç, që i vishin me rroba të bardha, i jepnin një çelës në qafë dhe thoshe ju ja ka dhënë Ayatollahu dhe me këtë do shkonin parajs, dhe i nisnin përpara irakenëve për të pastruar fushat e minuara. Ke dëshmi të oficerëve iraken që thoshin ishim në llogore dhe qellonim ata dhe qanin ushtarët e mi, se ushtarët e mi ishin 18-19 vjeç dhe ata që ishin përballë ishin pak vite më të vegjël, ishin fëmijë. Dhe detyroheshim të rrihnim ushtarët që qellonin ata. Domethënë, e kuptoni çfarë regjimi është? I mori oficerët e vet, pilotët e vet që kishte në atëre në 79-ën i burgosi sepse nuk ishin dakord me regjimin, i nxori në burgu për të shpëtuar valës së parë në luftën me Iranin dhe sa i nxori në burgu, sa e stabilizuan konfliktin me Irakun, i pushkatoi. Nuk ka asnjë normë morale, është i pari që ka futur konceptin e përdorimit të fëmijëve të vegjël në akte vetvrasje. Përgjithsisht arabët nuk e kanë pasur këtë. Kjo fëmijëve të vegjël është akoma arabët nuk e kanë pasur për ta përdorur në luftë fëmijët e vegjël. Nuk e kanë pasur arabët. Nuk e kanë përdorur në konflikt as me Izraelin kur kanë pasur në 48-ën, në 67-ën. Dhe po flasim për këtë, nuk po flasim 1500, po flasim për 1980-ën.